Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për zhvillimet politike. Me ne është bashkuar shkrimtarja Fluturashka. Sonjashka, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni me ne. Faleminderit Mario, më vjen mirë që ka disa javë, ndoshta edhe muaj që jam shkëputur pak nga nga ky qersulli politik, por ka zhvillime, çdo ka ngjarje politike, ka shumë ngjarje politike çdo ditë. Sa që ke çfarë të thuash, ke çfarë të komentosh sigurisht. Ama Zonjashka, jeni shkëputur, por shpeshherë me postimet e tua në rrjetet sociale thumboni, ndoshta thumboni ata që janë në kupol, që janë në elitë, edhe pse fjalët tua vijnë të ndjera apo jo. Sigurisht, unë e kuptoj, edhe madje unë e ndjej dhe në faqen time, dikush më kontrollon, dikush më kufizon, për disa kolegët më thonë që nuk të gjejmë do të hynë, të kërkojnë emrin tim që të më gjejnë. Pra nuk, pavarësisht se i kam followersat e mi nuk më gjejnë gjëkundi. Kjo nuk është e rëndësishme. Dihet kjo gjë se si manipulohet mendimi kritik në Shqipëri. Kjo është e përgjithshme, nuk ka lidhje vetëm me politikën, po në përgjithësi, por kjo nuk më ka penguar. Shiko, ndoshta nga që kam qenë angazhuar me mjedisin, me komunitetin, me politikën, po them e angazhuar si qenie, edhe si qenie letrare, jo thjesht në kuptimin e angazhimit politik, angazhuar me shqetësimet që kalojnë përmes politikës, sepse nuk ke formë tjetër për të zgjidhur problemet në këtë Shqipëri dhe kudo në botë. Dhe ishte shumë e vështirë, disa gjëra duket sikur ndodhin dhe për inerci, mund të bëja shumë të lehtë të mbyllja derën, edhe të thosh asmerre më me këtë gjë, por shumë e dhimbshme që ti pra ke qenë kalkuluar, ke hyrë me një kalkulim të caktuar që të merresh me politikë dhe të flasësh për çështjet e thukta të politikës, sa kohë në politikë, dhe të nesër pastaj të siç kam parë shumë kolegë, madje edhe ndonjëherë më ka bërë përshtypje se si është e mundur në momente kritike tani që ka opozita, ku janë ministrat, drejtorët, njerëz që kanë marrë të gjitha privilegjet për demokratëve, që janë votuar për demokratëve, që janë mbështetur me fonde publike, me gjithçka privilegje ka pas kjo Shqipëri, dhe sot heshtin kur ka nevojë më shumë se kur për fjalën e tyre. Të thotë të mbyllësh derën, të thësh shpinën këtyre gjërave për të cilat ti dikur ke qenë zë në këtë vokacionin e madh opozitar, më duket një tradhti, po e them kështu në thonjza, tradhti e interesave të atyre që të kanë votuar edhe dje, që të kanë mbështetur gjithkohën. Si është ta shohësh politikën nga brenda dhe ta shohësh politikën nga jashtë? Ju ishit deputete, tashmë jeni shkrimtare, ju keni qenë gjithmonë shkrimtare, por tashmë po riktheheni sërish pasionit vjetër. Jo, dhe mund të kthejmë sërish politikës, po sigurisht në një mjedis tjetër, çështja është mjedisi, sepse kam përshtypjen jo për mua që ndoshta për moshën isha në një mjedis të pranueshëm, por në atë mjedis nuk ka vend për ju, të rit, kur them për ju, nuk kam dëshirë për ty drejt për drejt, por një brez, një gjenerate e re që të ndryshojë politika, të freskohet politika, nuk është, pra në një mjedis tjetër do ta kisha vazhduar me shumë, po them edhe me më shumë qëndrim. Shiko, Marja, është tjetër kohë, nëse mund quhet kohë, kohë e njeriut jashtë politike, kohë e njeriut brenda politike. Janë kohë që kanë ingranazhe të ndryshme, për nëse do të them drejtime të ndryshme, sepse ajo do të ishte fatale, por janë kohë që kanë shpejtësi të ndryshme. Shpejtësia e asaj dozës idealizmit tim, shpresave, gjërave të cilat kisha 30 vite që flisja para se të hyj në politikë, ishte një shpejtësi tjetër që ishte shpejtësia e entuziazmit, njeriu që ka dëshirë të bëjë gjëra. Dhe kur shkon atje, ti nuk është koha funksionon ndryshe, sepse gjëja e parë që u ndodh, që ju ndodh dhe që nuk më ndodhi mua, dhe këtu ndoshta filloi edhe konflikti, ishte fakti që ta harrojnë që kur hyn në parlament, ti nuk je vetvetja. Unë isha flutura, padyshim, por unë përfaqësoja 2000 vota, ta them minimumin e votave, duke hequr votat që më vollën, se thua të hyj në këtë debat fare, se në fakt nuk ishin 2000, po ishin 5000, dhe u grabitëm po nga kolektimi të partisë time, por s'ka rëndësi, kjo është e parëndësishme tani, debat tjetër i vjetër, dhe ti nuk mund të, gjithmonë kur duhet flasësh në politikë, ti nuk do të flasësh si vetvete, se si vetvete aty, ti je thjesht një zë i deleguar, i një vullneti që është shumë fishuar. Kjo gjë harrohet. Pastaj një gjë më ka bërë përshtypje. Dhe ky është konflikti ndoshta më i madh që ka politika shqiptare. Nuk është kaq e prerë për të dyja partitë kryesore po flas. Po flas në përgjithësi për politikën, por veçmë për opozitën që më ton 13 vite të vinë në pushtet. Milioner, miliarder në politikë. Çfarë duan në politikë këta njerëz? Çfarë do një miliarder në politikë që ka biznes, edhe duhet të rritë biznesit i të merret me biznesin e tij në politikë? Ky është konflikti më i madh. Nuk kam ndonjë gjë kundër kësaj gjëje, po kjo është formula.
Domethënë kjo është formula me cilën funksionon Parlamenti shqiptar. Pra që sa më shumë para të kesh, aq më të hapur e ke derën për të hyrë në Parlamentin shqiptar, kur duhet jetë e kundërta. Jo se duhet jetë e kundërta, po duhet jetë ndryshe. Pra që Parlamenti të ketë larëshi. Parlamenti shqiptar nuk ka larëshi. Janë njerëz më së shumti, njerëz që hyjnë me interesa të caktuara për të mbrojtur bizneset e tyre, privilegjet e tyre dhe për të vendosur raporte, pikërisht për të krijuar këtë siguri për vetveten. Atëherë si mund të mendojë një njeri kësaj natyre, 10 njerëz kësaj natyre, 50 njerëz të kësaj natyre, si mund të mendojnë këto për njerëzit për një Shqipëri tjetër atje jashtë. Ata madje as nuk dinë të komunikojnë sa ecin me chartera, fluturojnë me chartera, ecin me makina luksoze. Ata se kuptojnë fare që ka këmbësor, që duhet të ketë trotuare, që duhet të ketë ajër të pastër. Ata nuk i kuptojnë fare këto gjëra. Ky është konflikti themelor midis politikës, parlamentit shqiptar dhe njeriu të thjesht shqiptar që pret nga politika. Çështja është se s'kemi asnjë zeje tjetër, s'kemi asnjë mundësi tjetër ta përmirësojmë përpos politikës. Dhe nuk mund të bëjmë ndryshime, me ligje do të bëjmë ndryshime. Pra do ta prosperojmë Shqipërinë, do ta ndryshojmë mjedisin shqiptar vetëm përmes politikës. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Do të ndryshojmë politikën. Kështu siç është sot, siç e kemi bartur 30 vite, të 3 dekada e kusur, siç e kam parë unë, nuk është politikë për Shqipërinë. Nuk e di çfarë politike është, mund të jetë për veten, madje ndonjëherë në fragmente të saj. Më vjen keq ta them këtë gjë, e them tani, e kam thënë në parlament brenda, në fragmente të saj është një politikë antikombëtare. Në fragmente të saj, se s'dua ta përgjithsoj sepse kam takuar edhe njerëz të ndershëm idealist, cilët në fakt i humbet zëri mes kësaj kakofonie që vetëm çirot nëpër studio televizive dhe nuk thot asgjë, s'ka asnjë formulim. Më thoni ju në një ditë parlamenti shqiptar, më thoni ju nëse mund të hiqni 5 fraza të mençura që ju i keni dëgjuar dhe e vlen t'ua transmetojmë shqiptarëve në të gjitha mediat. Asgjë. Janë vetëm kasht, vetëm putafori, vetëm njerëz që shajnë njëri tjetër ku në fakt në prapasken, ne dim shumë mirë, janë marrëveshje nën tavolinë, marrëveshje të cilat edhe e kanë cënuar, e kanë dëmtuar, e kanë deformuar demokracinë shqiptare. Sot demokracia shqiptare është një demokraci e deformuar. E para nuk është pastruar në 35 vite siç duhet të pastrohej, jo për ndëshkim, jo për të eskajuar dhe për të thënë këto kanë qenë armiq në diktaturë, për të pastruar në mënyrë që njerëzit ta shohin njëri tjetrin në sy, jo me brengën që ky mund të jetë vrasë si babai tim, ky mund të jetë njeriu i cili më ka zhdukur eshtrat e po them gjyshit e kësaj. E para gjë. E dyta, neve kemi dëmtuar disa shtylla themelore, të cilat mbajnë një shtet, siç është ekonomia dhe kultura. Se çfarë do të shesësh ti Europës? Do shkojmë në Europë. Çfarë kulture do shkojmë në Europë? Kur po them buxhetet për kulturën janë qesharake. Si mund shkosh ti në Europë? Ti s'ke çfarë ti shesësh Europës, sepse ti je një vend i vogël, do çosh atë që ke tënden, që të dallon ty nga Europa, që të mbetesh ti ashtu siç je. Dhe një nga këto është trashëgimia kulturore, kultura, ku ne investojmë në gjëra më të vogël, se nuk po flas për ekonominë, e cila është pothuajse e fragmentuar. Nuk është një ekonomi që funksionon, që merr veten, që funksionon sepse ecën ingranazhi. Jo, është një ekonomi më shumë me injeksione që vijnë për shkak të këtij kontrolli që ka ndodhur, se s'dua të hyj tani të bëj në makro, të flas për gjërat, po flas në vjet përgjithshme, që është ndarë dhe kontrolluar në gjitha copsat. Sot nuk funksionon në mënyrë normale, pra informaliteti. Po e them kështu me fjalën informalitet, si gjej fjalën më të përshtatshme për ta përshkruar në një fjalë të gjithën çfarë po ndodh. Po e quaj informalitet në politikë, po, për shkak të kësaj që ju shpjegova, pra nuk janë intelektualet, nuk janë njerëzit të zëshëm, nuk janë idealistët, nuk janë njerëz që bëjnë ligje për Shqipërinë, pra njerëz informal, të cilët kanë hyrë vetëm për interesat e veta dhe bëjnë më së shumti ligje nominative për të vetët, për njerëzit që njohin, për kulisat e veta. Kështu është dhe në ekonomi, kështu është dhe në kulturë, dhe për fat keq është projektuar deri dhe poshtë. Kjo është arsyeja pse e kemi shumë të lehtë të kontrollojmë shqiptarët me vota, kemi shumë të lehtë të matrikullojmë shqiptarët, të patronazhojmë shqiptarët, sepse kështu e kemi ndërtuar sistemin piramidal që nga politika e poshtë nëpërmjet informalitetit, me cilin pastaj e shtypim. Mendoni që ka individ që kanë blerë mandatin e deputetit? Shumë, pothuajse të gjithë. Pse? Jo të gjithë. Pothuajse pse? Ja ju them një shembull unë nga vetja ime, që më ka befasuar. Kam dëgjuar shumë, se mos duhet merrem me llafe, kam dëgjuar shumë që bëjnë. Edhe i bëjnë, sepse i kam parë. Kam parë sepse them, si mos e blej mandati, ku i gjeni edhe më parat për shembull që ti krijon një qendër politike për të krijuar atë shtabi çfarë bën ti,
dhe t'i paguan hoteli luksoze me njerëz që paguan shtrenjtë. Ku dalin këto para? Diku dalin, ka diku, ndodh diku diçka e çuditshme. Po ja. Pra siç ndodh kjo, ndodh edhe kjo tjetra. Më kam pyetur, ose në kërshia ime, njerëz të afërm, më kanë pyetur sa lekë bleve mandatin. Ka qenë trondit se ta të më bëj dhe ma bëj njeriu im, dhe për të sa ma bëj njeriu im, do thot, s'kisha pse të më rëzitesha, ma pyeste dikush tjetër, do të isha, edhe 150.000, 200.000, dhe më thënë për këto shifra fliteshe, për 300.000, dhe pasaj dëgjova këto ditë, thash, po të kisha këto, aq të 300.000, do të kisha bërë libra prapë. Se gjithë jetën time, çfarë paraje kam patur, e kam bërë libra. A kupton? Dhe kjo ka qenë një nga lumturitë mia më të mëdha. Tani janë autorët, janë në vitrina, janë në biblioteka, janë njerëzit që i kam sjellë në Shqip, i kam propaganduar, autorët më të mirë të botës. Kështu që po ti kisha unë ato 300 para nuk do t'i kisha sot. Sot do t'i kisha bërë libra. Kështu që nuk i kam pasur kurrë ato para për këtë gjë. Aq më shumë. Osha unë erdha si flutur me emrin tim. Dhe kam përshtypjen se ishte një marrëveshje gentlemenesh mes meje dhe politikës, mes meje dhe Partisë Demokratike, mes meje dhe listës së Elbasanit. Dhe fakti tregoi që pavarësisht se unë mora vota për arsye që s'dua tash t'i shpjegoj se i thash në krye, u duken sikur ishin pak vota, po të bësh sepse gjithmonë duhet bëjmë krahasimin e gjërave për të dalë në konkluzione. Ne nuk do të bëjmë deduksion në ajër, ne do të bazohemi mbi një analizë të caktuar. Ishin 3 deputet, morëm 6 deputet. Do thotë në atë listë pak a shumë ishin të njëjtët njerëz, përveç se meje, zotit Bardhi dhe dikush tjetër që ishte i ri. Do thotë ne kemi bërë ndryshimin, kemi sjell 3 deputet më shumë, pavarësisht se nuk u respektuan me votat brenda partisë, sepse partitë tona janë garnizione, janë reparte ushtarake. Urdhërohen njerëzit, votat nuk do ja japësh në urim fluturës, do t'i japësh aksh personi. Votat këto gjë nuk do ky shtab do mbështesi këtë koleg, por ato do ta lini vetëm me 2-3 të ri që as kanë idenë e politikës me të mbështet. Për shembull, më ka bërë shumë përshtypje. Si ishte mundë, madje ata u habitën pak se unë kërkova një manual. Kur hyra, ditën e parë që u prezantova, kërkova një manual se më thanë duhet bësh një shtab. Po si mund të bëj unë? S'e kuptoja fare këtë që si mund bëja unë një shtab privat. Kur unë isha shkuar në një parti politike, isha ftuar në një parti politike. Këta më thonin bëj një shtab privat me familjarët e mi. Po ti ishe me familjarët e mi bëj partitë time unë. Apo jo, kështu shkonte. Dhe unë kërkova thashun, keni një manual se si duhet veproj një kandidat për deputet? Pra çfarë duhet bëj? Ka disa rregulla. Është normale, në të gjithë botën është kjo gjë. Ti ke një rregullore, ke një ku diun se çfarë. Që janë këta aty duk si po fliste një UFO, jo si po fliste një njeri që po hyn te politikë dhe është bazuar gjithë jetën në rregulla, në shkresa, në korrektesë. Kto ishte pjesë e korrektesës. Kështu që bëre gjë lek, po ç'a dush, madje edhe flamurët e partisë. Duhet i blija unë. Po pse do të blija unë flamurët e partisë ose kapelet o s'di se çfarë ishin këto shenjat e